Një tjetër skandal të dashur miq për sa i përket Kuranit dhe çfarë thuhet në Kuran, vazhdojnë skandalet të kësaj radhe, është skandali i martesës midis kushërive. Shumë shqiptarë do ta mbrojnë këtë gjë dhe do të thonë jo po se nuk thuhet në Kuran kjo gjë, edhe kjo është thjesht një kulturë, është diçka kulturore, pra dhe nuk thuhet në Kuran. Por çfarë është e vërteta, sepse unë pëlqej të flas gjithmonë me fakte në këtë faqe. Më pëlqen t'ja përplas vetë në fytyrë këtyre njerëzve vetë nga Kurani se çfarë thuhet dhe se si lejohet martesa midis kushërive brenda në Kuran. Dëgjoni dhe lexoni me sytë tuaj. Vazhdojmë tek Kuran 4:23. Këtu thuhet se cilat martesa janë të ndaluara. U janë ndaluar juve të martoheni me nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet, bijat tuaja, bijat e motrës, nënat tuaja që ju kanë dhënë gjy, motrët nga gjiri, nënat e grave tuaj pra vjerrat, dhe vajzat që janë në kujdesin tuaj të lindura, dhe nga gratë tuaj me cilët patët kontakt. E nëse nuk keni pasur kontakt me to, atëherë s'ka pengesë të martoheni me to vajza. Dhe gratë e bijve tuaj që janë të lindjes tuaj dhe të bashkoheni 2 motra përpas asaj që ka kaluar. Pra, në këtë pjesë 4:23, Kurani thot të gjitha ndalesat që i bëhen njeriu të martohet. Pra nuk përmend fare kushëritë. Tjetra se si Kurani ka lejuar vetë profetin Muhammed të martohet me kushëritë e vet. Shkojmë edhe lexojmë vetë nga Kurani. Kuran 33:50. O ti pejgamber, ne të kemi lejuar gratë, të cilëve u ke dhënë shpërblimin e kurorës dhe ato që mendimen e akaut hynë në posedimin tënd, robëreshat e luftës pra. Pra Muhamedi martohesh edhe me robëreshat e luftës, i kapte në luftë edhe bënte çfarë do donte me to. Ndërkohë që ju e mbani Muhamedit që ka qenë njëri i shehtë dhe njëri perfekt. Jo vetëm që është martuar me një vajzë 6 vjeçare dhe ka konsumuar martesën 9 vjeçare, por është martuar edhe me kushëritë e vet, është martuar edhe me robëreshat e luftës. Imagjinoni pak se çfarë lloj manjaku, domethënë ju e mbani për njëri të shehtë. Dhe këto e ke vet brenda në Kuran 33:50, ku thuhet që janë të lejuar, thotë, të martohesh me bijat e azhës tënd, pra me bijat e xhaxhallarëve, me bijat e hallëve, me gocat e hallëve, me gocat e dajës, me gocat e tezës, të janë lejuar, thotë, të janë lejuar të gjitha këto, thotë, të martohesh me të gjitha, pra gocën e xhajës, gocën e hallës, gocën e dajës dhe gocën e tezës. Janë lejuar këto të gjitha Muhamedit. E keni te Kuran 33:50. Prandaj, boll i that njerëzve jo, po kjo s'është në Kuran, pse gënjeni? Ose jeni të pa informuar, ose jeni duke gënjur shumë hapur, sepse keni brenda Kuranit se si lejohet martesa midis kushërive brenda në Kuran, gjë për cilën më duket shumë e shumtuar dhe nuk më duket fare sikur është kultura shqiptare në këtë mënyrë, shqyr që se kemi huazuar këtë lloj gjëje dhe shumë gjëra të tjera, sepse është skandaloze të martohesh me kushëritë e tua, është gjë shumë e shpifur. Ndërkohë që këto na shesin moralin neve, domethënë na konsiderojnë neve të pamoralshëm, vetë i lejohet të martohen me kushëritë e vet, gjë më e shpifur që ekziston. Vetë Muhamedi pra është martuar me Zeynep bin Jash, vajzën e tezës së tij nga babai, dhe ka lejuar martesën e vajzës së tij Fatimen me kushërinë e tij Aliun. Pra, njerëz, shikoni se çfarë bëhet. Këto janë të gjitha lehtësisht të gjetshme, mjafton një kërkim në internet, të shkoni të lexoni ju adash të gjitha me referenca. Kush do të zgjohet nga ky kult i tmerrshëm, nga kjo gjë e prapambetur që po i mban shqiptarët të prapambetur, le të zgjohet. E kush nuk do, të paktën mos më thoni që nuk ju thash. Bëni subscribe sepse nuk do ndalem me video të tilla.
Nëse vërtet doni të mësoni se të gjitha të pavërtetat dhe gjërat që ju fshehin të gjithë xhallarët. Unë do nxjerr gjitha këtu një nga një, sepse Shqipëria ka nevojë të zgjohet më në fund nga ky lloj lavazhi truri që i kanë bërë për vite më radh dhe vazhdojnë të bëjnë akoma hoxhallarët.